shoqata adetare Madakastra, u bëm bashkë 14 shoqata adetare me Tiranën në krye, organizatën e veteranëve dhe pasardhëve të luftës, me shoqatat adetare Labria, Muzekeja, Tafilbuzi, Vibra, Devolli, Gramsci, Mokra, Unioni Shqiptar Civil, Kuvendi Kombëtar Shqiptar, Lungëria, Myslim Peza dhe Sofra Opjane, për të festuar disi ndryshe 28 nëntori, ditën e shpalljes së pavarësisë, me një simbolik të bukur, sikurse është promovimi i një libri me poezi që na vjen nga Medvedja, me titullin Zërin për ky Medved, i autores Majlinda Shakiri, e cila është një bie Medvedjës dhe është një intelektuale me një zër të veçantë, jo vetëm në Medvedj, por në të gjitha hapësirat shqiptare. Janë zakonisht mirë, fituese e disa çmimeve, një intelektuale me emër si që thash, por edhe në Kosovë, se punon në Ministrinë e Pushtetit Vendor, ka një post rëndësishëm të Kosovës. Por, pra, do ta shikojmë edhe në aspekti letrar, në aspekti si krijuese, por do ta shikojmë se brenda atij libri ka më shumë dhimbje kombëtare. Ka më shumë element të asaj që ne jemi një kombë, jemi në truallin tonë, kudo që jemi, pavarësisht që Presheva, Bujanoci dhe Medvedja ndodhen sot në Serbi, pra duam ta pranojmë, janë të kolonizuara nga Serbia, por ne jemi një, dhe kur themi jemi një, këtë duhet ta tregoj vazhdimisht jemi një, kështu që në këtë aspekt edhe auditori i cili është një niveli, më thënë, për të falenderuar në mënyrë të posaçme ata që i përgjigjen kësaj ftese pozitivisht, dhe që disa prej cilëve do t'i them, dhe do t'i japim atë rëndësi që ka dita e shpalljes pavarësisë, e cila pavarësi ka të bëjë edhe me Preshevën, edhe me Bujanocin, edhe me Medvedjen, edhe me Sanxhakun, edhe me Pazarin e Ri, edhe me Çamërin deri te Gjiriartës, edhe me trojetona në Malin e Zi, me trojetona në Maqedoni, se me Kosovën jemi bashkë, kur them Malzi kam parasysh jo vetëm Plavën, Lucin, Ulqinin, Tivarin e të tjerë, por gjithë pjesët e atëdheu tonë. Unë falenderoj në mënyrë të posaçme Presidentin e Republikës, edhe është nder për ne që merr pjesë në këtë veprimtari, zotin Alfred Mojsiu, general Mojsiu, i cili ju përgjigj kësaj ftese me një ngrohtësi dhe me një entuziazëm që me sinqeritet është për t'u admiruar. Falenderoj Elena Kadaren, shkrimtare e madhe, njëri intelektuale me zë në Shqipëri, që na ka nderuar dhe ajo me pjesëmarrjen e saj. Falenderoj nderin e kombit, poetin e madh, kombit shqiptar, Xhevais Fariu. Falenderoj profesorin e nderuar me emër që e mbron çështjen kombëtare shqiptare dhe vlerat e kombit dhe të historisë së Shqipërisë, Llum Xhufin. Falenderoj profesor Xenofon Krisafin, i cili është një nga diplomatët e shkëlqyer të Shqipërisë, edhe një njeri me shumë vlera dhe që ka bërë vepra nga më të rëndësishmet, të cilat jo vetëm duhen lexuar, por duhen studiuar për çështje kombëtare dhe për ato troje tona që janë jashtë kufive shtetërore. Unë këtu do kujtoj fjalët e shkretarit sotëm, Murakami, i cili thotë këtu që
faktet dhe vërteta nuk janë e njëjta. Faktet janë historia. Faktet. E vërteta më shumë se gjë tjetër përkthehet në poezi. E vërteta e ka përcjell faktin. Dhe këtë ka bërë edhe me këtë libër. Unë do të citoj ndoshta ndonjë gjë nga vetë vargjet e saj. Ajo ka një varg historik, kur thotë që për Shqiponën. Shqiponën thotë, Shqiponën është varg shumë i bukur. Është në malet tona, në grykat e maleve tona, në grykat e maleve tona, jeton përjetësisht në grykat tona. Identifikohet përjetësisht. Dhe kjo përjetësi e Shqiponës, e këtij identifikimit përjetshëm, ku pjesë edhe krajnë e poetës, sfidon edhe faktin historik. Fakti artistik është më i madh, më i qëndrueshëm, sepse tregon një identitet të përjetshëm, që është identiteti shqiptar. Pavarësisht se këto. Dhe pikërisht një poezi tjetër të Menditës, ajo përsëri sfidon atë që është mëkalimtare të poezia nëna. Gjithçka është kalimtare përpara përjetësisë shqiptare. Dhe përjetësia shqiptare në bashkon gjuha shqipe. Dhe kjo është diçka, do të thosha, lirinore për ne të gjithë. Por më lirinore është këtë kolektivin poetë. Unë këtu do të thosha këtë që në rast të parë poezia, duke pasur liria e ndjenjës, liria e ndjenjës e njeriu, dhe në situata më të vështira, është një liri që pasaj ka qonë të liria më të madhe, siç është liria kombëtare. Por ajo në rast të parë është liri e ekzistencës, për të cilën nuk ka nevojë ta përsëritim kaq tragjikisht, sepse për dita më shumë po fitojmë një liri ekzistence e gjithë një dhe të bukur. E vërteta kjo është. Dhe me këtë realitet është e pranishta e gjithë historia e Shqipërisë. Murakami vjet për shembull është japonez. Në këtë vërtet lirinë e faktit e lirinë e të vërtetës. Është japonez që ne dimi historik e tij, por e japonisë, por në Washington, unë kam parë skulptorë japonezë, të cilët kanë dhëndur nga truri i qershis, kanë dhëndur vepra artistike për edhe utilitare, si favori, për të çuar për t'ia ofruar muzeun amerikan, sepse epokat ndryshojnë. Por jo gjithë në të njëjtën mënyrë si epokat shqiptare, por fakti është që po ndryshojnë. Dhe ky durim, ajo ka një poezi që e ka vënë një varg nuk është një durim në shkrimi, është një durim triumfi, sepse në durimin e dytë, ajo duke qenë një pjekuri tjetër, fiton një pjekuri tjetër, qëndreca fiton pjekuri tjetër. Edhe shkaqet e vërteta është absolute e ekzistencës së lirisë njerëzore, që është ashtë kur shkaqet në lirinë e infantës shqiptare, e cila në botën e letrave shqipe, pas gjithë atyre vajtjeve, por dhe pas atij durimi, dhe pas atyre përpjekjeve, dhe pas atyre si thua edhe ndjenjave të thella, njerëzore,
së bashku me nuk vetëm poetë shqiptare, por në rrënjë të shtretësisë shqipe. Këto ka rëndësi, se në rrënjë se në shumë vend, se në vend në edhe në atë Medvegjën e bukur. Sepse poezia nuk ka kufi, në botën shqiptare, edhe poezia ka lindur, një ka lindur në Kalabri, dhe ndoshta ti nuk e di, po më vërtetësiroti dhe tu, kanë qenë të parë që ka shkuar nga Morea në Kalabri dhe ka ardhur prapë vala e Këndës në Shqipëri. Dhe nga Medvegja hodhën prapë në për Shqipëri. Do më thënë nga i nëzore Bylin me origjinë edhe Tiranë. E në gjithë, sepse kam një aripopër, në shakë nga ana e Lavërisë, që janë ato fshatrat që janë në aripopër tjene. Pra, edhe kjo që janë atë uniteti bukur, unitetin e fjallit shqipe. Të shtimu më të flasë për fjallet më të përgjithshme që ne kemi sot, edhe për artikullin që ka me lidhe, sepse kur me zëve një varë të me lidhe që thoshte që pushka, që në sjell edhe lirin, edhe jetën, edhe vdekjen. E këtë një varë. Dhe mua më kërtuar me njënë, ajo parola e pashme e qekës e Çerçestovës, që thotë liri, a vdekjen. Dhe këte ka provuar që në famërësirin e liku dhe ne sot duhet të nderojmë dhe të thajë se gjithë ata që kanë luftuar e kanë krijuar dheun. Është Gjermane. Por ama shko sa bukur e ka jo. Kohët në mëshojnë. Nuk mund të themi që liria vdekje një diversion është një version shumë më të ri, shumë më të sotëm, të shiko të sotëm, që pushka se edhe lirin edhe vdekje. Gjë që ka krijuar shqiptare dhe ka krijuar epokën e vet. Por në këtë epokë dramatike, unë do ndarë të thuar të flas vetëm 3 gjëra kryesore, tipare kryesore të poezisë. Shenja poezisë, në libër se cilat janë shenja si të një radiografie shqiptare, të shpirtit shqiptar. Poezia si një radiografia para radiografisë së parë, që të shikon se të jenë sigur, është poezia e para. Jo fakti. Dhe më kanë bërë përshtypje tregëre, bukura, fjallë poetike të botës të një poete që sjell në zë të veçantë, kjo për mua ka rëndësi. Në këtë fjallë e pashme, independencë të bukur, liria të popullit shqiptar, po dhe të asaj Medvegje që është pjesë e kësaj lirie në gjithë atë. Ka ca fjalë të shënta që secili ka personale. Sepse po të mos ishte kjo diçka personale, nuk do ishte poeti. Poeti është pjesë e asaj lirie personale ku brenda një lirie kolektive dhe tonë, të një lirie kombëtare. Dhe më kanë pëlqyer 3 fjalë të bukura. E parë, duket se e zakonshme dhe për të gjithë, fjala diell, që ajo ka një politike, po e ka të veçantë, në të nëse, buzëqeshja, që i gjë, e ka prapë të veçantë, lidhet me diellin, për diellin e buzëqeshja, edhe çuket të rish fjala mbretëri. Shumë e bukur, po edhe s'ka e futur. Mbretëri me nga kujton femininë në të parë. Sepse është një botë magjike. Me përdat të o ka botën magjike të botë. Ajo të të tregoj. Por fjala mbretëri ka gjithashtu në një mënyrë më pranore, më magjike, ka brenda fjalën forcë, ka brenda fjalën individet. Se po thoshte pavarësi, do dukshte edhe si një fjalim më politik. Por kur e mbështjell me magjinë e fjalës mbretëri, ajo ka disa selektiv, apo jo? E ke në shumë poezi, atëherë ti thua sa bukur i ka vënë mendja kësaj poete, si e shpjegon kjo në një botë kaq të bukur të brendshme që është edhe fëminore, që ne kanë treguar prallat popullore, na tregon sot
Ajo mretëria e saj jeton edhe në kushte më të vështira. Pra, ajo nuk dorëzohet përpara asaj mretërie. Ç'është mretëria shqiptare? Ja, do të thotë, dielli. Dielli për Malenën është dielli vetë linja e saj. Thotë që vetë që ti e dielli. Dielli, atë është dielli tash. Dielli tash. Dhe ky dielli është ai që nuk të diel. E ke gëtuar, e ke gëtuar. Do të pjesa e trupit tënd është dielli. Dhe pjesa e diellit është atë tënd. Është çelësisht në shqiptare, pa fjalime të mëdha, pa fjalime retorike, por pasaj njerëz të ndjenjës. Pra, edhe kjo tregon një formë politike shumë të fuqishme të një poeteshe të re, e cila s'ka se të mos mirë nga kushtet reale, sepse njeriu jeton dhe krijon kushte reale. Por, ajo e kret në një stat politik gjendjen e vetë natyrore. Dhe e treta është fjala buzëqeshje. E katërt sërish. Buzëqeshjet nuk kanë një intim që e përdor. Pas e shëtojnë kanë një intim, sepse kanë personal dhe kanë i përgjithshëm është një për njeriu, por në planin intim, ajo thotë dikur në poezi që nuk e për mentive e para është buzëqeshja. Do të thënë, mos më shikoj shkrimin ose sytë, sidomos në poezitë e dashurisë, që populli tradicionalisht shqiptar, me popullin e Kamushit, tjera të bukura që populli shqiptar, ku ka personifikuar lirinë e njeriu, ajo kërkon buzëqeshje. Dhe në këtë buzëqeshje Shqipta dhe kam poshtur e njeri. Zrata unë e uroj poetin. Shqiptar i shqipullit të ri, libër dhe vetes i lirin, mblini copëzat e lashësisë në trungun e idrisë. Mjaft në ndanë dhe përçanë, rrugët tona i varfëruan, në coptuan dhe në vranë, në mashtruan, anën banë. Mua me quajnë Dardani, jam Kosovë lindore, sot djerë në përjetësi, emrin mbaj me krenari, Dardani e fisit i lirë. E vuaj të rëri, në në hije po të mbaj, se mundan nga dega e lisit, coptuan rejnët, këmët se mbajnë. Në përritje më shkuar shekujt, u zbehen edhe kujtimet. Në përburdje të tretë shqiptari, i sakatosur nga gjërprind mashtrues. Erdhi koha të betohen dardanët në një lis, në një flamur, në një kom dhe një gjuhë, se liria nuk vjen ndryshe, pa u bashkue lisi me degë. Nuk ka liri pa shqiptarinë, pa u bashkue motra me vlamë. Unë Medvedin, Preshev Medvedin, e njohë sepse kam pasur dikur edhe disa miqë që janë dhe. Është një krahin për cilën e klasin pak, është një krahin e cila nuk tim se si ka qëmojnë, por në kjo përse do nga krahasoj në atë që të bëjmë ne ose në atë që kemi lejuar të bëjmë ne, të bëjmë shumë mirë, me të drejta që janë minoritetet e tona. Kryeministri Mariti Beatrice sa tha që do të bëjmë edhe një bustin e babait të një udhëtesi politik në ne, do bëjmë shumë mirë që respektojmë. Ndërkaq, brenda vetes tonë kemi ngritur mure dhe klasin pak. E bëra një këtë hyrje për të thënë që poezia e poetës që të diskutojmë sot, për cilën kemi mbledhur e Elizës, bukurinë e madhe e ka nga konteksti. Ajo është një poezi e thjeshtë, është një poezi deklamative, është një poezi që ngrihet mbi disa të vërteta që ne na duket sikur janë thënë dhe janë stërthënë. Por nëse do t'i vendosim në kontekstin ku janë krijuar,
atëherë ato marrin një vlerë të posaçme. Pra, ato deklarata që bëhen ose ai hymn që ngre poetja për krahinën e saj, është si të thuash një lloj akuze ndaj ne të gjithëve që po i harrojmë ata. Sipas meje, shqiptarët kanë një defekt shumë të madh. Janë buracak, do më i pëlqejnë burja dhe nuk janë krenar, nuk din të jenë krenar, kemi frikë të bëhemi krenar. Mburremi vend e pa vend, në çdo mjetis, kur vjen puna për krenari, nuk din ta ndërtojmë atë, ndi ato vlegra dhe ndi ato pasuri që kemi. Ne sot, për fat keq, nuk na pengon asgjë të shkojmë në Kosovë, por gjithnjë më shumë kemi mure midis nesh, gjithnjë më pak komunikojmë. Ky takimi sot këtu me këto shoqata të nderuara ka një vlerë posaçme edhe për këtë gjë, si thoshte një studiuese jo dashamirëse për shqiptarët katolikë. Thotë që shoqëria shqiptare nëse e studion mirë, mbahet në këmbë stopi social nga shoqatat e krajinore që janë ndërtuar atje, nga shtypit e konflikteve. Nëse ti do të kuptosh mirë se çfarë ndodh në Shqipëri, është mirë të studiohet. Prandaj këtë nismë që ka marrë këto shoqata për të promovuar këtë poete, është një ngjarje e jashtëzakonshme për të na thënë një gjë që zëra të tillë si kjo vajzë, që në një kontekst pothuajse, si të thuash, asgjësues, siç është krahina e saj. Ne sot nuk e kemi jetuar asnjëri prej nesh, ndoshta dikush edhe nuk e kemi jetuar se çdo të thotë mos nuk e di se çdo të thotë që të ndalojmë të shprehësh identitetin tënd, të ndalojmë të thonë se cili je. Të çfarë je, çfarë përfaqëson, të ndalojmë të thonë që ti je i përket një identiteti tjetër. Të ndalojmë këtë me ligj, si mund të rritesh kështu? Ne dim se si formohet njeriu në vitet e para të tij, kur krijohet identiteti i tij. Ne dim se si formohet identiteti i tij, veçantë identiteti i tij nacional. Mendoni tash një popullsjetër që rritet pikërisht me këtë kaos. Ndaj poezia e saj, vlera e saj e madhe është jehona që ajo i bën dhe kështu jehona që ajo bën krajinën saj dhe kësaj problematike të mpërë. Edhe ajo poezi më mësim dhe bën poezinë e momentos, poezinë e rindjes, pra që poezi e shkruaj për kohë lufte. Kush e ndjek jetën kulturore në Kosovë, ka parë aktivitetet që bëhen atje, të themi kështu edhe postmoderne për identitetet nacionale, ftohen ku marrin pjesë shqiptarë nga Shqipëria, shqiptarë nga Kosova, edhe se, mirë askush nuk guxon të thotë në këto aktivitete, të shpreh pikërisht këtë gjë që serbët apo fqinjët tanë që në ranë për fat keq i kemi tek kanë punuar dhe luftuar për ta shkërmojtur identitetin tonë. Dhe për ta bëjmë aktivitete të pakta për të promovuar këtë identitet që ne po e harrojmë. Sepse për fat keq, tani që s'apelon askush nuk apelon më, që t'jemi bashkë, dhe ta themi me plot gojë që aty ku ka shqiptar, ku ka jetuar shqiptar, kultura e tyre duhet ngjallur, duhet unitur, duhet selitur, edhe me kontribute të tilla siç bën kolegja për cilën ne ndonjëherë. Faleminderit. Në kohën ku Kosova ishte në luftë për shlirimin nga serbët, unë isha emigrant në Greqi dhe shoqata vllazërimi ka bërë 2 demonstrata në mbrojtje të kësaj kauze, ku 91% e të gjithë opinionit grek ishte i disinformuar për luftën e drejtë të popullit kosovar. Dhe këtu del mendja e dritur e arbaricat të shquar pa vdekshëm Arisir Kola, i cili të gjithë televizionet greke deklaroi në mënyrë solene se nuk është populli shqiptar armik i popullit grek. Jo, por është populli serb, sepse historia e Serbisë është vetëm një, që të dali në Serali, që të dali në det. Prandaj të mësoni të vërtetën e ditur, që është që populli shqiptar është vëlla me popullin grek. Prandaj dhe kjo të jetë një homazh për këtë njeri të shquar që ka mbrojtur të drejtën kosovare, të cilën e pagojmë këtë. Mos e shkela manetin. Ti që busqeshin në kërë gradë, guximi të mashtron, fjallën e Platon dhe pjesën harron.
Diku nuk pendove në Perëndi se Shqiptaria e ka një kufi, u betove në të vënd se ka Zot dhe nuk e djek. Një kufi ndau historia. E përçau varfëria, e harroi tragjedia dhe sot pikon loti në kulla e Dardanisë. Ku mbeti molla e plagosur në kufi? Ku mbeti flamuri dhe gjua një kombi? Amarajti i gjakut po shkelet në trati. Mos e harroni këtë, shqiptar ndërbresni. Medveja Krenar, vendi i veshur me petun e lirisë, me petun e mbretërisë, kostumin më të bukur të Dardanisë, i qëndisur me ngjyra plot, si princesh me kurorë në kokë, bukurinë në katër stin, hyjnesh e pronit të Dardanisë, me Krenari këndon Medveja. Jam Dardane, e rritur të mbreza, më harroi dhe historia, poshtja spadesia, shumë skuhi me përmote, goditën pas shpine, por nuk posht Krenaria jote, qëndrove shqipun, ashtu si ka hije, o vend gjinja ime, kështjellë Krenarie. Faleminderit Albert Jugoje. Vëllezër dhe motra, në fakt ne dim që Medveja në gjithat lugine, gjithë lugina, por posaçërisht dhe Medveja është pojse nga më të varfrat edhe nga më të diskriminuarat në Serbi. Ajo çdo ditë që vjen dhe sajtë një politike shoviniste, çfarrose, dje me mjete dhune, me mjete edhe renda, i detyronin shqiptarët të shpërnguleshin, ndërsa sot me mjete që duken si të pandjeshme, po janë në vërtet jashtëzakonisht renda një lloj si vrasjet, ajo shpopullohet për ditë. Nuk ka tragjedi më të madhe se sa të bësh një ligj, siç e ka bërë Serbia, i cili thotë, po mos të vish, mos jetosh në Medvej 6 muaj, të hiqet e drejta, shtetësia e drejta e votimit atje e tjera me radhë. Dhe në ana tjetër janë po ata që nuk kapin qoftë dhe një vend pune për shqiptarët që janë në Medvej. Të kaloj një autostradë e madhe si që është dhe autostrada që dim që është bërë, dhe rreth 100 kilometrë të saj, janë që kalojnë në truallin tonë, në tokën tonë, pra kalojnë edhe përmjet luginës. Dhe të mos kesh atje asnjë të punësuar shqiptar nga kjo lugin e Preshevë, Medvej dhe Bujanocit. Arrijet deri aty sa nëse vetë të punosh në Kosovë dhe je me targa të mjeteve të Kosovës dhe nuk je me targa të Serbisë, ty të konsiderohet kjo që je larguar nga Medveja dhe që registrohesh dhe nuk e drejt me të votosh në të. Megjithse vend këta shqiptarë të Medvejës në Zvicër, vend Gjermani, vend gjithandej dhe nuk e kanë këtë persekucion kaq të madh. Dhe kjo faktikisht ditë për ditë, ose vend Serbia nuk po mundëson luginës në universitet, por ata janë detyruar të vënë universitetet e Kosovës, universitetet e Shqipërisë, po Serbia nuk ka një diploma, përjedhoi ata nuk mundet të marrin asnjë lloj pune atje në luginë ku janë. Dhe kjo sa vjen edhe e bën të pabanueshme luginën dhe djemtë e rinj, vajzat e reja, gjithmonë po largohen dhe nuk ka prurje atje. Mirë po në drejtim një përgjegjësi nga më të rënda të thoshja unë, e ka qoftë qeveria e Shqipërisë, qoftë edhe qeveria e Kosovës. Sepse të dyja këto qeveri, po posaçërisht
Shqipëria, e cila ka dhe një nen që kemi vendosur në kushtetut, nenin 8, i cili e thot shprehnisht, Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Po çfarë të drejta kombëtare mbron qeveria jonë, kur kemi fenomene të tilla edhe kur Medveja është ka ta nisur deri në të farfejë. Ne kemi një ministri të jashtme. Unë do vlerësonja që ne duhet kishim një zëvendësministër të jashtëm, i cili sa herë bën analiza e tjera, të jep të llogari thjesht dhe vetëm se si realisht i gëzojnë liritë dhe drejtat e njeriu, liritë dhe drejtat kombëtare, kjo pjesë e atë tonë që është jashtë kufive të Shqipërisë dhe që është edhe në territore të shteteve tjera, posaçërisht të Serbisë, që po flasim për rastin konkret. Ulërinë serbët për të drejtat dhe liri të serbëve të tyre dhe gëzojnë më shumë se sa gëzojnë ne shqiptarët atje në Kosovë, apo edhe ndonjë shoqat këtu në Shqipëri, sepse në të drejtim ne jo vetëm ligjin, po jemi shembull për të respektuar pakicat kombëtare apo identitetet e ndryshme. Por kur vjen problemi, ne jemi nga më të pazotët, nga më njerëzit edhe institucionet që nuk e ngrem zërin, përkundrazi jemi të mekur për të kërkuar të paktën një lloj parazitizmi, një lloj siç i gëzon, t'i gëzoj edhe unë andej. Dhe në të drejtim, s'ka reflektim edhe ndaj institucioneve të tjera ndërkombëtare për ta ndalur këtë masakër që vazhdon në lupinën e Preshevës. Kështu që ne me të vërtet promovojmë sot një libër që të gjitha këto që u thash janë dhimbje shpirti, po janë edhe klifma, edhe mesazhe që jepen, ne të dimë si i përcjellim edhe institucionet e shtetit këtu të Republikës Shqipërisë, po edhe të Republikës së Kosovës. Unë ero të qëtërta një oficer pushtetit franceze. Dira me ishte komandant i brigadës partizane gjatë luftës dy patronë në Francë. Dhe ishte parë pjesë të sedilit e Marsejës. Dhe erdhi për të respektuar Irani. Sigurisht të tajtaroha, edhe më nuk në të rëtonë. Por, Dira me ka të vërtet njëri shumë patriot. A i era një nga dhe deputet në zonës Trovojës, era se kohë. Unë kam qenë në Preshevë 2 herë, për kohë të fundit, një dezejë rezultatë. Dhe atje, dhe qënë dhe me vetë. E kur ata me veta, pjesë në madhe për vazës e është në punë. E që shumë që si të në vetë. Dhe të është drejtë të ta që atje nuk bërta që të vërë investimin dhe që unë në realizatë këtë delegacionë në Austri duhet nëmit njëzën duhet që ka në si potensi investojnë në dronë dhe me dhejës të nërëgjë të patër mos vazhdojnë në tejë zbraja e ati rajonin. Dhe të rastë nuk duar të apretërë rajonin për e tonë, për unë që a bërë, dhe vërtet, ato zonë e bete, vojnonë që e Presheva, vojnë akoma. Ta në rritë të kësaj drejta, po shumë të voga, si pasori e luftës që u bërë, që si që dini në Kosovë, unë dalë në të dhe u arritë të që arritë, dhe sa arritë të të njëve sosisishtë në zonën me Serbisë. Në të rashtë, unë vërtet të vjërsojë të principin e kësaj ekitativi, principin e poetës të rejtë të asaj zonë, dhe duhet të gjithë bashkë
Shqipërinë, i kushtorët këtyre zonave. Janë rrugët, janë mundësit, qish pretendoj të tjerë për temeve më shumë se që i dhanë, ashtu duhet për të mere të shqiptarët tanë ati ku jetojnë, të kenë të drejtet, si që kërkohet nga organizata pasureja e kështë, drejtet e njëriut. Pra, me të shëndejit i takimit të gjithë në nësot, edhe ma që fjallë të rëshojnë veshët e atyre të mërën me të kohën, dhe të bëjtë më shumë, sepse në fundit, shqiptari ku do gjështë duhet të mbulojnë kushtetuta me të dyrë, por duhet të mbulojnë dhe vërtaria e shtetit tonë. Kemi ideja me qenë se në shoqatët kryesore, mbjelljet shoqate, e cilat drejtohet të qeverisë të Kosovës edhe të Shqipërisë, parlamenteve të këtyre dy vendeve, gjithë ambasadave të Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, Këshillit të Evropës, Komisionit Evropian. Kemi kohë ta qëndisim të ardhur. Kemi edhe profesor Xenofoni në krye. Edhe le të jetë kjo protesta e parë e disa burrave të mirë, edhe gratë të mirë që janë këtu që profesojnë shumë të Shqipërisë, mbjelljet shoqate, edhe veteranë, që të futet në një proces institucional, jo vetëm për shtetin tonë, Shqipërinë dhe Kosovën, po edhe për to. Sepse jam i bindur, miqtë e mi me që kam parë atje, ashtu që bindur dhe ju, ai territor, ai është si Gaza. Si do të pëshim. Dhe ne kemi për detyrë që politikanët tanë, Kosovë dhe Shqipëri, po edhe ato që drejtojnë Bashkimin Evropian, të nxjerrin në dritë diellit që atje është një situatë e papërshme. Që nuk e di njerëz, thonë që kur e mllapë. Atje dhe policia ndarë, nuk gjenë shtipë do pasit për shëport. Absolutisht, jo 3 muaj me shku në shkollë, ose me qenë në shkollë të po plashë. Ndarë, me shku në bëjë pazar në Prishtinë. Erdi polici, zgjeri shtipë, për shëport do pasit e nuk theshtë të. Bashkë me pronë. E tjere ke që i ka zotit dhe jetë në presidenti Musiu shumë mirë. Shumë që u them, të bimë të akord dhe të bëjmë një, nuk e di se do të ketë do të shqetësim protestë në të tjerë dhe të drejtoj autoritetet e demokratë. Jemi bindur që do të japim popularitetin që duhet se shkresën. Kemi mundësi me gjithë bëjtë tonë dhe komparet, në mënyrë që ne të nxisim ardhën e televizioneve të përboshme me xhiru çapo në Lindë. Lindë është Gaza. Ju falenderoj shumë. Pra, Linda është një poete e cila i kanalizon ato problematikat e veta. Dhe kjo më pëlqen shumë vetë Linda. Linda shkruan për Medvegjën në një libër të posaçëm. Linda shkruan për vetveten në një libër tjetër të posaçëm, që është një libër unik në krimtarinë e saj. Unë kam zgjedhur dhe një poezi të vogël për ta lexuar. Të thret poleja, kthehu. Të pret koha ty ku e le, kur ike dhe shpinën janë theve. Akrepat ndaluan vend. Të pret rruga, hapat e parë kur vove. Sifonia Lazdrak. Të presin brigjet, shtigjet e jetës, rinja jote. Të pret dera e shtëpisë o gjaku pa ty, kënga e bilbilit, e lë në gjysmë. U shtrëndërua në vaj. Malli tjerë. Malli lërgon, shkatron. Po pse ti mallin levaton? Kur të thrasin brigjet, të thret poleja, të thret o gjaku, kthehu. Se lulet po veniten, nga mosprania jote. Faleminderit. Jo më kot kam thënë dhe do të vazhdoj të them dhe do të rreshi asnjëherë dhe të them. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Sepse në vërtetë gjatë rrugtimit tim, letrar vëllërisht, sepse gjithçka i këtë rrugtimin, krimtarisë dhe veprimtarisë adotare
lidhet me vargun. Dhe pikërisht Shqipëria, Tirana janë ato që mi hapën dyert. Duke filluar nga Akademia Mirdita, e cila për mua është një dritare e letrave të mia shqipe, rrugtimit tim letrar. E duke pasuar me shumë portale tjera të revistave prestigjioze të Tiranës, dhe shumë çmime vlerësimeve e tjera deri më sot janë këtu para jush në klasë. Vita Medvegjja, ashtu siç e kuptuat, edhe pse jeton në Kosovë, nga viti 99, kur shpërngulla si vonë. Ajo ditë ishte, po kjo ditë, si sot me shi, një zbrasi shumë e madhe që më largohen nga Lëvizja. Dhe që aty ka filluar rrugtimi im i zemrës, lufta ime ndjenja dhe të brendshme patriotike, advetare, edhe lidhen edhe vargje të para. Jo më kot kam thënë tek bullimi im, këtu që kemi përballë. Jo më kot është vend dhe harta, e cila ndodhet prapa Kuvertinës. Unë i them Medvegjës Kosovë Didore, dhe është Kosovë Didore, sepse ajo kufizohet në pjesën didore të Kosovës, në pjesën që është i lezuar në të kuqe. Dhe kam thënë një amanet. Dy fjalë ti lë amanet. Mos drejto gishti në horizontin tim, sepse mali që hesh është gozimtar, betejën e fitan me dorim. Dhe kështu kam përfunduar këtë vend, duke filluar dhe duke thënë se Medvegjja është një trung i coptuar, është një liri e kufizuar, është gjeneze pastër dhe qelsi i suksesit, qelsi i paqes. Dhe pa u bërë qelsi dhe paqe në projekt tona etnike shqiptare, tashmë të braktisura, sepse janë ato forca politike dhe të politikojnë zbrazjen e të mëthishme të popullatës shqiptare në Medvegjë, që sot kanë ngelur me 500 banor. Është një dhimbje shumë e madhe, të cilën unë çdo herë shpreh kudo që jam, dhe shpreh edhe këtu sot para jush, sepse ideja ime brendshme lehtë dhe puçat çdo herë, rëmkan. Ne duhet të gjithë së bashku, të bashkuar, të ngrihet zëri kundër të gjitha padrejtësive që ndodhen me shqiptarëve në Serbi, sepse ashtu na quaj, edhe pse në tonë tona. Jo rastësisht janë bashkuar programet kombëtare shqiptare, sepse qëllimi ka qenë aty. Unë të kontribuoj sa do pak për vendimin time, dhe atë duke filluar me vargun. Jo rastësisht vargu vlet shumë, sepse gjithçka ka filluar nga lapsi. Dhe guximi është tani vepra jonë e cila nuk e përkufizoj edhe çështjen tonë kombëtare. Unë jam shumë mirënjohëse, jam shumë falendëruese dhe ndoshta jam të pak ato fjalë që po i them për gjithë këtë organizim kaq jam shtohet. Falenderoj nga zemra gjitha shoqatat që janë përbashkë për të më sjellë mua sot këtu para jush, për t'i thënë ca fjalë shpirti. E shihni edhe vetë nuk kam përgatitur diçka, nuk kam një letër, sepse unë flas me ndjenja shpirti. Prandaj jam shumë mirënjohëse. Jam mirënjohëse edhe për prezencën tuaj në secilit prej jush, të filluar nga kryetari i nderit Alfred Mosliu, zonja Kadalej, e cila është sot këtu. Mua më ka dënuar jashtëzakonisht. Unë jam rritur në vargjet e Ismail Kadares, duke lexuar gjitha veprat e tij nga ajo. Dhe ato më kanë dhënë frymëzim. Dhe shumë prej jush këtu poet, shkrimtar, intelektual, auditor, patriot dhe familja ime e nderuar që ndodhet këtu. Janë fjalë të pakta të them faleminderit, por një gjë dua të dini, sepse unë si lind dhe shumë të tjerë si unë nuk do të rreshemi asnjëherë duke shkruar vargje për mëndën tonë. Edhe sot në prag të festës së 28 nëntorit, uroj dhe shpresoj që një 28 nëntori ardhshëm na gjejë të gjithëve të bashkuar në flamurin bujqësi. Ashtu siç na ka bie. Ishte nga shoqata Mallakastro, unë nga Bylini, nga Belysi, edhe Belysi e di qartë, qyteti i mirë ka qenë nga më të mirë. Edhe, ja.
kësaj, dhe do ta marrë shërimin e avion, do ta marrë qaftë edhe, ta marrë shpebet edhe i kapësh. Je Mirza e Veli Dedi, se kush ka qenë Veli Dedi, foli general Mojsiu, që ka njohur jashtëzakonisht mirë, por që kemi njohur edhe të tjerë, edhe unë, pa bie ka patur shumë mirë, heroj popullit, po heroj i vërtet.